Lule Mustafa pafund mirënjohëse për shkurtë Fejzen, ja çfarë thot. Këngëtarja e njohur Lule Mustafa, pak minuta më parë, ka bërë një reagim për shkurtë Fejzen. Kohës së fundit ka bërë bujë deklarata e hoxhës Shefqet Krasniqi, ku foli për shkurtën. Andaj nuk ka munguar as reagimi i kolegës së saj. Lulja ka shkruar në Instagram ku shprehet: "Gjithmonë krenare me ty për guximin tënd, me këngët e tua që bashkove shqiptarët në kohën më të vështirë." Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.